Po luhet edhe ai roli që, domethënë, me veprime ndryshe, me fjalë ndryshe. Dhe pastaj ata janë prinsesha që na do të minjek çunat. Mes një çifti, a mund të funksionojë shumë edhe të ketë një dashni interesi gjëll mes tyre? Unë mendoj që nëse e shohëm që po flasëm për epokën e sodit, unë mendoj, ndoshta edhe më herët ka po unë kam qenë e re që si kun ka kuptu, po jam dikuna edhe më mirë, unë mendoj që nëse unë jam rrit në diasporë, do thotë, edhe atje ka po çifte që jenë kom bashkë, hatër të familjes, hatër të shoqërisë, që ne rritëm këta fëmijë bashkë, po ata kanë po të jetën keq me dika tjetër. Po në sytë të tonë kanë qenë familje ideale. E kështu që ne po jetojmë një kohë që sot gjithçka është bërë pothuajse interes të ushqyerit bashkë familjen, interes për jetën e vet, interes me dikë tjetër, dhe në fund është një kompromis të jetës për me çu e me vazhdu jetën ashtu siç ai person e dëshiron dhe ka nevojë. Se njerëzit kanë nevojë të gjëra ndryshme. Kjo është arsyeja pse dashnia është çaq e komplikuar. Se Antigona është një moshë tjetër, unë jam një moshë tjetër, ti je një moshë tjetër. Ne jemi duke pjekur në një fazë të ndryshëm dhe personi që është krah neve ndoshta nuk është një profesor shumë mirë e kishte thënë pra një javë dëgjova këtë. Tha, kur të martoheni, të dytë ecni ose vraponi në rrugën e juve, po mos harroni që nga syri mos e largoni tepër personin që keni për krah. Mos e leni as shumë larg, as shumë afër, se pastaj humb dashunia. Ta pomboni afër, dhe kjo është një super sentence që unë vërtet tash që unë vrapoj shumë dhe harroj shpesh. Dhe kjo është diçka që ti duhesh me vetëm me punu dhe pastaj me kuptu që dashunia vyn shumë sakrifica, vyn shumë investime dhe vyn që ti me konë njëtin path, njëtin rrugë. Xhemal, a një çifte që ju funksionojnë lidhja dhe kanë interesa komplet të ndryshme? Edhe në base edhe këtë që po... Jo, edhe ashtu edhe dashka me u lidh pak edhe me paraforcën ato që ke të Ademi edhe të Hava. Edhe nuk thuhet rastësisht që prej kur ndan ata dy edhe rrugët e njerëzve vdanë dysh. Do të thotë diçka kur nuk shkon, kur nuk ecë, zgjidhja më e mirë është ndarja. Një qiften jo, do të bre, po kisha pas që pyetjen e fundit e se ka mundësi ma po se është gati të mu fik telefonim, se mbushtin e komë në makinë, edhe kështu që mos me udopa për shëndim. Po, të falenderojmë që u lidhe kështu sot, edhe besoj do të kemi rrasë tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit, suksese. Në këtë pyetje Antigonën dua ta lë të fundit, se me siguri ka një shpjegim më të gjerë. A ka sot shifte që në fakt flitet shumë edhe për këtë trendin, që çiftet janë bashkë, por që kanë interesa të tjera mbas edhe lidhje të tjera. Unë faktikisht, lidhje të hapura ti quaj. Fatkeqësisht njoh shumë çifte, madje unë djemve i bëjmë përgjithësi shumë pyetje, se kam shumë shokë miq, edhe nuk i lë rehat i ngacmojnë. Edhe më bën shumë përshtypje, më kanë thënë, po hajtë se martesa është i gjë për të kry, ta bëjmë, ta mbarojmë punë, ta çojmë të shtëpia, t'ia tregojmë mamit, babit, gjyshes, të lindim një fëmijë shpejt e shpejt, e ke parasysh sikur ajo është një gjë që si puna shkollës që duhet kryer. Po. Unë nuk e shikoj ashtu, është bërë faktikisht si instat. Djemt shikojnë që të rregullojnë jetën, vajzat ndonjëherë pa dashur hidhen të disa djemt që kanë interes për çështje financiar, që e dim gjithë ne.